Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar përmes një video mesazhi ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama në podcastin Flasim. Kryedemokrati theksoi se opozita mbështet procesin e integrimit, duke justifikuar kështu edhe bashkimin e votave me mazhorancën në seancën e të njëjtës për rezolutën e përbashkët të integrimit. Ndër të tjera u ndalë tek rezoluta që u votuar në parlament, duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga e cila nuk lëviz, se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin në Bashkimin Evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga gjeopolitika dhe kur ndonjëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të bllokojë procesin. Berisha komentoi edhe deklaratat lidhur me prokurimet publike, për të cilat kryeministri pohoi se jemi të parët në rajon. Sot përsëri, në monologën e tij të dielës, Edi Rama lëshoi serialin e gënjeshtave të trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjërë në vitin 2026. Lideri opozitar replikoi edhe komentet e kryeministrit Rama në Estoni, i cili tha se shqiptarët janë talebanët e Europës. Ku në mënyrën më të papërgjegjshme krahasoi pa u skuq, pa u zvedh shqiptarët me talebanët, duke u përdjekur të jetë interesant se shqiptarët janë në besimin e tyre të perëndimit si talebanët e Europës. Asgjë s'na lidh si lidh shqiptarët me talebanët, nuk i lidh as është